Ka fshimin e instiktet veprojnë. Ne kemi tolerancë jashtëzakonshme për diktatorët. Administratori i pallatit është kudo diktator. Nuk t'jep llogari se sa lek merr, ku i merr, ka mbi bashkë me pallatin, se ka zgjidhur askush. Ke problemi gjë nuk përgjigjet dhe ne nuk e kemi problem. Pra e paguajmë lekët çdo muaj dhe nuk e kemi problem. Për administratorin e pallatit që e kemi aty. Me nota që kryeministrin, kryetarin e bashkisë është shumë larg. Problemi është që duhet të inkurajojmë modelet, sepse ka njerëz në shoqëri që reagojnë. Për shembull, ti përmendë Zamir Manen. Unë e kam çuar spak. Zamir Manen bashkë me atë oligarkun tjetër të pllakave tek për Vlora Marinën. Jo vetëm që s'e dha asnjë televizor, nuk e dha asnjë media. Hajde që unë vlla kur dush. U fshi lajmi. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë, ashtu siç ka ndodhur dhe me artikullin tënd, që ti shkrove atëherë. Pjesa e dytë është kë inkurajojmë ne. Sepse biznesmeni i pllakave u votu dhe unë besoj një pjesë e madhe e njerëzve më thoshin bravo, nuk më votuan. Pra, tani unë mendoj që në shoqëri ku votu ky biznesmeni i pllakave? Po i biznesmeni i pllakave ka parti, se është vjerri i Tom Doshit, më kupton? Kush është ky? Ky se Brunes, që ka pllakat. Po. Ai është tek Vlora Marina, është bashkë me Zamir Manen. Aha. Tani partia atyre mori 3 mandate. Tani thelbi këtu është që shoqëria ka tolerancë. Pra, ti ke i denoncues. Çfarë është kjo tolerancë? Kuptimin që po kanë rrëm duke konceptet e tolerancës me konceptet e tolerancë, po them unë që ai të vjen të vjedh, edhe ti se ke problem. Se je zvarranik si popull. Jo, unë nuk do thoja atë, po zvarranik më. Derisa e pranojnë që të vjedhin, të rrajnë, të mysin. E di pse them unë tolerojmë, sepse në Francë të marrin zvarr. Po pra, po këtë po them. Po pra, nuk to tolerojmë. Desha me thoni fjalë tjetër, po s'po e them. Nuk to toleron qytetari francez. Më kupton? Dhe midis atij që denoncon dhe këtij që është denoncuar, nuk voton të denoncuarin, kur ti e shikon se si është pasuruar i denoncuar. Është ajo pra që kam thonë që thot Konica, se po i bi shkurt poezia tash i thot, ku ndon bot ka bandit, suba i dut që vrasin njërin tjetrën. Po vetëm një vend në mes të Europës si hapin thot dhe e respektojnë. Unë këtë e që tolerancë. Pra fakti që tolerancë kjo, mos tolerancë është gjë tjetër, tolerancë keni ju. E kuptoj. Mos ata rro tolerancën me se s'po e them prap. Me tolerancë kam. S'po gjej fjalë më të butë. E kuptoj. Pra sepse jo në kuptimin pozitiv fjalës tolerancë, por kuptimin që ne nuk reagojmë. Jemi të papërgjegjshëm burr, nuk kemi përgjegjësi komunitare më rëndë. Shiko, përgjegjësia komunitare ka dhe një gjë. Këtu ka pas shumë mobilitet. Pra kanë ardhur nga fshati në qytet se për shkak të emigrimit. Tani ka i diferencë. Gjyshet e mi para 100 vjetësh kanë ardhur nga Zallherri në Tiranë. Më kupton, këto janë procese krejt normale. Por çfarë ndodh midis fshatit dhe qytetit? Në fshat ke gardh. Unë kam hapësirën time, ti ke hapësirën tënde, unë kam delet e mia, ti ke lopët e tua. Nuk kemi pika kontaktin. Në qytet ne jetojmë bashkë. Jetojmë i pallat, jetojmë i lagje, jetojmë i ashensor. Ishan Valbon më rëndë. Ky oligarku tjetër, ky si e ka emrin, që ka turizmin e Valbonës. Si njohun këta po? Po, që ka këtë më Insikun, se harrova emrin. Insikun apo Sigali? Sigali na Insikun. Sigali dhe ke ky Ponari. Avni Ponari. Leqe kishte shkatarruar herë. Sepse ai e ka atë atje? Po, ai e ka atje dhe nuk bëhet morzotnin, Valbon nuk bëhet me mermer edhe me vetrata xhomi turizmi, se do të shkosh në përshtatje me natyrën. Ai në 86 në bëhej turizëm, kot komunizëm bëhet me drum dhe me gur. Këto e rrafshun e bën si 15 kaçi. A e kupton çai ignorantësh janë? Ai do të bëhet me gur, me drum, me tegla guri biles për patnosikit të përshtatë si e boj gjithë bota, ti ke qenë, unë kam qenë, çdo njeri ka qenë tash, dhe ai ka qenë. Pa aq i thot truni, sa aq di. Dhe shkosh ku dush, ku nuk e kem trun, e ka bo për i bret, nuk po them pasaj për ndërtimet e betonit, e për hecet që ka bo Berisha atje, që e kanë shkatru Valbonën, kanë shkatru edhe mikroklimën, kanë shkatru, nuk e gjemo peshkun e troftës, e kanë fut Valbonën në tub si me qenë lana Tiranës. Me që të fusën tuba lanën e Tiranës, kanë fut në tub Valbonën.
A e kuptoti qa kafshëri është kemi ne dhe nuk reagon njeri dhe vazhdojnë. Dhe desha të them ke plenat. A i ka i lek, si ka mundësi për para turizmet, mu në Valbon, hudh plenat e hotelit, e dreqit, e birit, e kujtun që ishin atje, garromull plenash. Me kanoqe, Coca-Cola e me gjithë. Nuk kanë djeshmëri, mor janë njerëz që nuk kanë djeshmëri. Se ashtu janë rrit. Po do duhet kohë për të zhvilluar ndjesinë e të jetuarit përbashkët. Kur më mas ta qisim këtë vend jashtë përdorimit e?